Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ja ku jemi sot në podcastin e të Anës Okult. Sot do të flasim përsëri për një temë cilën e trajtuam dhe javën e parë me gjuhëtarin Albert Nikola, të cilin do ta kemi në WhatsApp. Para se të fillojmë emisionin, ju kujtoj edhe një herë që t'i bëni subscribe kanalit, që të ndjekim ne dhe mos na ndiqni ju, dhe njëkohësisht falenderojmë dhe sponsorat e emisionit tonë, të cilët do të shfaqen vazhdimisht poshtë ekranit, të cilët ndihmojnë në realizimin e këtij podcasti dhe të këtij emisioni. Dhe kush ka nevojë për mallra dhe shërbimet e tyre mund të lidhet me podcastin tonë ose direkt nëpërmjet Google-it të gjej pikat e komunikimit. Tema për cilën do të flasim sot e kemi anoncuar edhe kemi shfaqur në një postim që kam bërë në Facebook para disa ditëve, ku do të flasim për konspiracionin e madh që ka ndodhur sidomos nga panslavistët pas luftës së dytë botërore, ku dihet që Shqipëria ra në ndikimin panslavist serbo-rus dhe ku këta të fundit u përpoqën me të gjitha mënyrat të dobësonin dhe të shkatronin të çimentot të fuqishme që lidhte të gjithë kulturën shqiptare dhe vetë shqiptarët, siç ishte gjua. Shumë albanolog të cilët kishin shkruar në lidhje, ose ilirolog të cilët kishin shkruar mbi preardhjen e shqiptarëve nga ilirët mbi ilirët dhe mbi shqiptarët dhe për gjuhën shqipe, të gjitha këto në ndikimin e panslavizmit u censuruan dhe shkolla shqiptare dhe e gjuhësisë dhe Akademia Shqiptare duket se u tutelua dhe u vu në censurë dhe tashmë ne në këto vite demokracisë jemi duke bërë përpjekje në mënyrë të pavarur nga disa gjuhëtarë të shquar, të cilët duhem falenderuar ku bën pjesë dhe Albert Nikola, por edhe gjuhëtarë të tjerë të cilët po përpiqen të hedhin dritë mbi atë që ka ndodhur. Ka pasur një marrëveshje të fshehtë mes komunistëve shqiptarë dhe atyre të Jugosllavisë ose serbëve mbas luftës dytë botërore, në vitet e para të pushtimit komunist, njerëzit i thonë të çlirimit, dhe ka pasur përpjekje që të kufizohej e vërteta mbi fuqinë dhe mbi historinë e Shqipës, dhe piketat kanë filluar të vijnë mbas një takimi midis një gjuhëtari serb që quhej Aljoz Banak me Dimitër Shuteriqin, i cili dihet që ka pasur një influencë të madhe mbi artin, kulturën, letërsinë dhe gjuhësinë shqiptare në vitet e komunizmit. Menjëherë mbas këtij takimi, më pas Qerem Çabej u dërgua në Prishtinë për të dhënë leksione. Qa mund na thoni Albert në lidhje me këto momente dhe me këtë situatë ku filloi një prej, jo i vetmi, po një prej kurtheve që të huajt kërkon serbët në këtë rast, kërkon t'i bënin historisë së gjuhës shqipe dhe fuqisë së saj dhe lashësisë së saj. Po, duhet ta dini që sulmi më i madh në arkiva ndaj gjuhës shqipe është kryer në vitin 1945, kur shërbimi sekret i Jugosllavisë në atë kohë, i Titos, mori me kamion librat e bibliotekës franceskane dhe librat që kishte në bibliotekën e tij Preng Dot Biba në vilën Viktoriane në Shkodër. Bëhet fjalë për një tirazh rreth 100.000 libra, të cilat ishin dorëshkrime mbi gjuhën shqipe, ku përfshiheshin edhe dorëshkrimet e Jorenim Deradës, dorëshkrimet Hoxha Tasimit dhe dorëshkrime shumë të rëndësishme që ishin pjesë konservuar nga Preng Bib Dota, ishte Markagjon, do të thënë princi i Mirditës, edhe një pjesë ishte arkivuar nga Biblioteka Franceskane. Dhe gjëja e parë që bën jugoslavët para se të
fillonin atë mbledhjen e Floririt që e bën në vitin 46, 47 dhe 48 që rënuan ekonomikisht gjithë Shqipërinë. Fillimisht ato rënuan historinë e Shqipërisë, domethënë morën ndërshkrimet dhe librat që po t'i kishte sot biblioteka kombëtare do ishin një pasuri e jashtëzakonshme. Dhe bazuar mbi këto dokumenta që ata kishin, krijuar një institut albanologjie në Beograd, i cili nuk është se merrej me studimin e gjuhës shqipe, por merrej se si të shuante dhe të denigronte gjuhën shqipe dhe ta kthente në një gjuhë shtojc të gjuhëve slave, sipas tyre, sepse ishte pikërisht programi i Katerinës së Madhe të Rusisë që planifikonte që duke përhapur ideologjinë panslave që gjoja gjithë Europa ka origjinë nga stepat aziatike, donte që të merrte në dominim gjithë Europën edhe të vendoste dominimin slav në gjithë Europën. Edhe pengesa kryesore për këtë dominim ishte e vërteta. Cila ishte e vërteta? E vërteta ishte që shqiptarët kishin trashëguar nëpërmjet disa perëndorive, siç bëhet fjalë për perëndorinë hitite, perëndorinë iliro-greke, sepse grekët e vjetër kanë folur një dialekt të gjuhës ilire, dhe perëndorinë romake, e cila u themelua nga, thuhet edhe në librat e historisë të këtyre gjermanëve, u themelua nga shqiptarët, nga mollosët, të cilët zbriten nga molet e Ohrit dhe molet e Korçës, që ishin vende, ata ishin popullat që jetonin rreth liçeneve dhe lumeve, zbriten, krijuan atë kulturën mesape dhe mesapët pastaj shkuan u vendosën deri në Rom dhe krijuan atë kulturën, krijuan perëndorinë romake. Pra, këto donin të zhduknin fillimisht të gjitha arkivat të dhënat, edhe në mendimin e komunistëve i morën dhe i zhdukën, pastaj përgatitën një plan që ishte në vazhdën e planit të vjetër rus që të dominonin skenën gjuhësore ballkanike nëpërmjet Beogradit, dhe për këtë i shërbente pikërisht ajo që quhej Instituti i Albanologjisë, po që në të vërtetë ishte Instituti Anti-Albanologjisë i ngritur në Beograd, siç është ai i Sankt Peterburgut mos, që nuk është se është një institut që ka dhënë ndonjë kontribut për ngritjen e gjuhës shqipe, përveç se ka luftuar gjuhën shqipe në për masat më të mëdha të mundshme, domethënë duke dëmtuar jashtëzakonisht në arenën ndërkombëtare. Por deri në vitin 1965 nuk guxuan të dilnin hapur. Arsyeja ishte sepse në atë kohë ishte një ilirolog i famshëm që quhej Hans Krahe, që ishte profesor universiteti, por që ishte një studius i jashtëzakonshëm, i cili ka lënë mbi 3000 faqe studime mbi Ilirinë dhe hidronominë e Europës, dhe ky merrej me deshifrimet e gjuhës shqipe. Edhe deri në atë kohë, derisa ky vdiq, këta nuk guxonin të dilnin sepse dilnin qesharak, pritën kur vdiq ai në vitin 1965, pritën, dhe vetëm në vitin 1972, konkretisht në fundin e shtatorit të vitit 1972, kur u mbajt kongresi i ilirologjisë, Jugosllavisë po i dilte nga kontrolli elementi shqiptar, sepse ku u mbajt ky kongres? U mbajt kongresi i ilirologjisë u mbajt në shtatorin e vitit 1972. Ku u mbajt? Unë i kam marr në Tiranë, dhe unë i kam marr materialet jo nga arshivat shqiptare, por i kam marr nga arshivat franceze, që e kam parë kongresin, kam lexuar edhe fjalimin e Alois Banak mbi kufizimin e ndikimit të ilirishtes në Europë. Ai thotë që ne duhet ta kufizojmë ilirishten vetëm në Ballkanin Perëndimor. Ku e ka mbajtur këtë fjalim ky? E kam mbajtur në Kongresin e Ilirologjisë në Tiranë. Po. Në Akademinë e Shkencave. Po ky Alois Banak është i njohur si gjuhëtar në Serbi? Është gjuhëtar i bosnjak, i zonës serbe të Bosnjës,
dhe ka qenë një ndër gjuhëtarët më kryesor që bënte politikat gjuhësore të Jugosllavisë në atë kohë. Ky ka ardhur dhe në Tiranë është shpritur nga Dimitar Shuteriqi, edhe duke qenë se në atë kohë të dy vendet rrezikoheshin nga gjoja sulmi sovjetik apo sulmi amerikan, sepse dhe Jugosllavët ashtu u arrit një marrëveshje, në fakt ishte një marrëveshje ndëm shqiptarëve, sepse shqiptarët në atë kohë të Kosovës kishin filluar protestat më mëdha dhe mund të rrezikonin shkatërimin e Jugosllavisë. Atëherë Tito, si njeri shumë i zgjuar që ishte, kërkoi një marrëveshje me Enver Hoxhën në mënyrë të fshehtë. Kjo marrëveshje u arrit, atëherë u ra dakord që shqiptarëve të Kosovës do t'u jepej autonomia dhe drejta për studimin e gjuhës shqipe, por me kondicione që gjuha shqipe të mos thuheshin të vërtetat për gjuhën shqipe dhe të mos thuhej që gjuha shqipe ishte gjuha autoktone, por të bëhej një model i Bashkim Vllazërimit Jugosllav në atë kohë. Bile Tito në një takim me kuadrat e vet tha që jemi shumë të kënaqur që nga jugu nuk do të na vijë asnjë lloj sulmi. Në fakt Tito me këtë i trembej shumë faktit që nëse do të shpërthente një protestë e madhe, sepse populli shqiptar ishte populli i dytë më i madh në Jugosllavi pas serbëve si numër popullate, nëse do të shpërthente një protestë e madhe, Shqipëria, nëse ishte edhe e fortë ushtarakisht, në atë kohë mund të merrte territoret edhe me luftë, sepse ishte e mundur një gjë e tillë taktikisht, sepse shpërbërja e Jugosllavisë mund të fillonte që në atë kohë. Dhe Tito, si i zgjuar që ishte, e shmangu një gjë të tillë kundrejt koncesionit për të hapur një universitet dhe për t'u dhënë autonomi atyre. Dhe komunistët shqiptarë ranë dakord për këtë, edhe pikërisht mas kongresit i Iliriologjisë u sulmuan dy krahët e progresistë të gjuhës shqipe. Për shembull u sulmuan progresistët, ata që kishin punuar për gjuhën shqipe, siç ishte Dimitër Pilika, kanë qenë shumë nga zonat e jugut, sepse të zonës veriut ishin sulmuar 145-ën, Gjergj Fishta dhe këto Prishtinit e veriut, po u lancuan dhe u hoqën mënjan edhe këta gjuhëtarët e jugut të Toskërisë që kishin mundur të mbijetonin, që kishin ardhur nga kadetrat e Polonisë, të Varshavës apo të Çekisë, që ishin më miqësore karshi çështjes shqiptare, dhe këta u hoqën nga qarkullimi. Enver Hoxha fillimisht ishte deri në 72-shin ishte ishte shumë i interesuar për shkrimet. Më fal Albert, ka qenë dhe një gjuhëtar Konda nga Korça që kishte mbaruar në Athinë, dhe Dimitër Konda. Dhe i ka folur shumë për këto u eliminuan gjithë këta që ishin të mëdhej, u shmangën, u hoqën, por gjatë kësaj kohe nuk u futën nuk u studiua as Hans Krahe. Nëse që në fillimet e para do merrej teoria Hans Krahes, nuk do dilej me tezën që shqipja është të shkruar në vitin në mesjet, por do dilej me atë tezat e Hans Krahes që shqipja është shkruar që në kohët mesapëve. Bile shqiptarët e kishin shkruar gjuhën para grekërve, sepse kishin shkruar në shekullin 8 para Krishtit, ndërkohë që me shkronjat e Kadmit, Kadmi është babai i Kombit i Lirë, dhe grekët e kanë shkruar në shekullin e 7, sepse pasi u shkëputën nga trungu i Ilirë dhe krijuan një lloj etnie që gjithsesi greqishtja vjetër ishte një model i standardizuar i gjuhës shqipe me urdhër të Pisistratit, dhe këtë thonë edhe studimet e Akademisë Oxfordit, cilat i referohen Platonit, Aristotelit dhe Hermogenit, tre filozofëve dhe gjuhëtarëve të kohës greke, që e konfirmojnë një gjë të tillë. Bile në Kratilus thuhet, në veprën Kratilus të Platonit thuhet
Aristoteli, sepse aty botohen dialogjet, Aristoteli thot ne kemi ndryshuar shumë gjuhën tonë, thot, sa që ka raste që nuk i kuptojmë gjëra që na vijnë nga lashësia. Çfarë ishte ajo gjuha e ndryshuar? Ishte ilirishtja, sepse në atë kohë, në kohën 12 shekuj para Krishtit, 1200, në zona kohën e Greqisë. luftrave të Trojës, Po atë 1180. kohën e luftrave të Trojës deri në Para shekulin e Krishtit. 7 nuk ka ekzistuar kjo Hellada, ka ekzistuar Eliros. Eliros do të thot Iliros o Eliros, që gjendet edhe mbi shkrimin në Kretë, pallati Knossos. Edhe fjala Knos është fjala këngëtar. Knossos, Knoi është gegnishtës. Domethënë vendi ku mblidheshin rapsodët knonin dhe ishte pallati i këtij Odises. Pra deri në vitin 70 për shkak të Hans Kras dhe studimeve të mëdha nuk guxuan as komunistët shqiptar dhe as slavët të avanconin. Me arritjen e marrëveshjes në shtator të vitit 1972, pastaj menjëherë për të U dërgua Eqerem Çabej në Prishtinë për të fillimisht atëherë u vendos që të goditej ajo gjuha, si në thojza reakcionare. Gjuha reakcionare ishte gegnishtja, se duke qenë ballë për ballë me serbët, luftrat më të mëdha i kishin bërë gegët me zonën slavike dhe slavët kishin një natë shumë të vjetër me gegët. Atëherë çfarë ndodhi? U vendos që të futej një standard i cili do të ishte një standard mundësisht të kapej një dialekt më pak përfaqësues, dhe kjo ishte pikërisht në zonat ku kishte pasur tregti të madhe dhe që ishin shumë të civilizuar dhe gjuha kishte evoluar shumë. Ishte zona, për shembull, në zonën e Durrësit deri në Vlorë kishte pasur qytetërime dhe shkëmbime dhe gjuha ishte zhvilluar, ishte bërë gjuhë shumë e zhvilluar, gjuha shqipe. Atëherë u vendos që të merrni një version e cila e fshinte historinë, sepse gegrishtja përfaqëson historinë e gjuhës shqipe, toskërishtja përfaqëson zhvillimin e gjuhës shqipe. Pra, kanë pas role plotësuese njëra me tjetrën. Dhe u zgjedh një version më pak historik i shqipes, dhe menjëherë u bë kongresi i drejtshkrimit, dhe në kongresin e drejtshkrimit çuditërisht Eqerem Çabej doli me një referat ku thot mbi komisjen e Shkodrës, komisionin e Shkodrës, edhe mendonte në atë kohë, sepse me sa duket nuk ishte i manipuluar, mendonte që gegnishtja duhet të kishte rol primar në standard. Atëherë doli Mehmet Sheu në një nga ato korridoret e kongresit në pushim, i tha që dëgjoj, tha, gjuhë standarde, tha, do të jetë gjuha e jon, tha, e zonës Mallakastrës, tha, sepse kuadrat i kemi nga jugu dhe ne do vendosim këtë gjuhë, tha. Kurse ne nuk mund vendosim gjuhët reaksionarëve të veriut si gjuhë, dhe ky ishte koncepti komunist. Dhe u imponua, në fakt nuk u imponua Enver Hoxha, megjithse Enver Hoxha kishte një farë simpatie për disa personalitetet veriut, u imponua Mehmet Sheu, kishte pushtet shumë të madh. Dhe Mehmet Sheu vendosi që të ishte kjo, domethënë është një gjuhë e imponuar, nuk është se u arrit një marrëveshje. Dhe ajo që është e çuditshme është sepse cënimi i historisë versionit geg të gjuhës shqipe i humb historinë toskërishtës, sepse ato nuk është se shqipja me gegrishtën janë dialekte. Për të qenë dialekte duhet të kenë 30% ndryshime, ndërkohë që toskërishtja me gegrishtën nuk kanë as 3% ndryshime. Domethënë nuk mund të futen në dialekte. Ato janë vazhdime të njëra tjetrës në mënyrë natyrore, dhe duhet ta dini që në prehistori, në epokën e akullnajave, gegrishtja ka qenë e folur në zonën e Vlorës, Mallakasës deri në Athinë. Aty ka qenë një zonë e banuar në kohën e akullnajave dhe më vonë është shpërndar kur akullnajat rreth 12.000 vjet më parë, kur akullnajat filluan të
shkrihen u shpërnda. Po le të themi te historia, domethënë të kthehemi tek e vërteta. Atëherë menjëherë u bë ky kongresi i drejtshkimit, meqense e Qerem Çabej ishte nën presion të vazhdueshëm për arsye se vllain e vet ja kishin vrarë sepse ishte prefekti i Gjakovës, edhe ja zinin nëpër gojë gjithmonë që dëgjoj mund ta bëjmë si vllait tënd. Çabej ishte pikë dobët aty. Atëherë u vendos që Çabej të dërgoj, me që Çabej gjithmonë kërcënoi e hante dhe vetë Dimitër Shuteri i thonë që e kërcënoi në rastin e Standartes, pasi kishte kryer bisedime në shtator të fshehta me këtë Alios Banakun dhe kishin rënë dakord edhe për termat kulturor dhe reformat gjyqësore që do bëheshin, u vendosi që të shkonte Çabej si profesor atje. Problemi është se të gjitha leksionet që duhet jepshin në Universitetin e Prishtinës, të sapo krijuar, kalonin nëpër zyrat e UDB-s, kontrolloheshin nëse i përshtateshin ideologjisë Bashkim Vllazërimit dhe ideologjisë komuniste, dhe Qerem Çabej duhet jepte këto leksione, të cilat ja vinin në shërbim dhe i kontrollonte Akademia Albanologjisë në Beograd. Pra, e Qerem Çabej ishte thjesht një mashën në duart e shërbimit sekret të UDB-s dhe një mashën në duart e komunistëve shqiptar. Ai ishte thjeshtësisht i cënueshëm dhe thjeshtësisht i kontrollueshëm. Edhe të gjitha ato leksione që ka dhënë në Universitetin e Prishtinës kanë qenë të kontrolluara nga UDB-ja, kanë kaluar filtrin. Dhe nuk e di se si sot akoma ato leksione që kanë kaluar filtrin e UDB-s vazhdojnë të jepen në Fakultetin e Gjuhëletërsisë në Tiranë. Po vepra etimologjike e Qerem Çabejt në vetvete ka nga këto ndikimet e UDB-s dhe të komunistëve në trajtimin e etimologjisë shqipes? Po, i vetmi në fakt Enver Hoxha ishte një admirues i Zakaria Manjanit. Edhe në një rast kur Androklik Kostallari shkoi në shtëpinë e Enver Hoxhës, Enver Hoxha i dha librin e Zakaria Manjanit, Etruskët nisin të flasin. Edhe Androklik Kostallari i thotë që dëgjoj, thotë, shoku Enver, thotë, ju e keni kopjet vetme këtë, thotë, unë s'mund t'ju ja marr. Edhe Enver Hoxha thotë, kam edhe një kopje tjetër që mbaj në një Aztek kur flët gjumë, s'më zë gjumi dhe lexoj nga ky libër. Dhe ja fali një kopje. Problemi është se këta gjuhëtarët, të cilin ishin sigurisht edhe antar të masonerisë, e Qerem Çabej ka mundësi të ketë qenë antar i masonerisë dhe bënte austriake dhe masoneria austriake kontrolloi nga slavët, financoi nga slavët në mënyrë të fshehtë, sidomos Kominterni, ka mundësi që të ketë vazhduar projektet e gjuhësisë. Problemi më i madh që kishin këta ishte gjuhësia europiane. Dhe aq e vërtet ka qenë që masonët e imponuan këtë model të gjuhës shqipe, e cila ishte, megjithëse ishte gjuhë primordiale për indo-europianistën, e kthyen në një gjuhë me huazime kreole që nuk kishte identitet, saqë edhe mesharin e Gjon Buzukut nuk e botoi shteti shqiptar në 68-ën dhe është botuar në Rumani, e kanë sjell me një kamion deri në Tiranë dhe në Tiranë nuk ka dalë ta marrë e Qerem Çabej se kishte frikë se mos e dënonin sepse kishte shkuar për fen katolike dhe libri është lënë më njanë për një javë a 2 javë në shi, në atë qendrën e tregtisë ku ishte shkarkuar. Shkarkoi Maunja sepse ata pritën Maunja e Rumanisë, ishte botuar në Rumani dhe kishte një frikë të madhe. Pra, ishte i terror i madh. Po meshari është voluminos? Nuk është aq voluminos, po ky nuk e kam kuptuar pse ata slavët këngulën me insistim që mesharit ishte vepra e parë e shkruar në gjuhën shqipe, ndërkohë që Hans Kraj u soll me maune? U soll me maune sepse u shtyp në
në sasi të madhe në Rumani dhe u sollën shumë kopje. Po, sepse doj të imponoj ideja që gjuha shqipe është shkruar shumë vonë, ndërkohë që në gjuhën shqipe ti ke kodikte Beratit të shekullit 5, të cilët mbahen të mbërthyer në bibliotekën kombëtare dhe asnjë studios nuk ka drejt t'i mori shkrimet që janë shkruar në dialektin atika, po që shpjegohen me shqipen. Askush nuk mund të bëj fotografi apo t'i mori dorëshkrimet, t'i mori kopjet dorëshkrimeve. Kush e ka marrë të vendim që të mos Masoneria, sigurisht, masoneria. Ose kanë këta agjenturat e huaja. Pra është vendosur që gjuha shqipe të fillojë me mesharin e Gjon Buzukut. Tashi në biblioteka kombëtare kontrollohet nga Piro Misha, drejtori i bibliotekës kombëtare, më përpara ka qenë Aurel Plasari. Mbas Aurelit ka qenë dikush tjetër, një femër, dhe tash është Persida Aslani. Tash është Piro Misha. Kanë të drejtë të marrin vendime për mesharin apo kanë ekskluzivitet në një institucion tjetër? Dëgjoj. Masonët nuk marrin mendime, e bëjnë me rregullore të brendshme të bibliotekës. Shiko, edhe Aurel Plasarin, mos gaboj, edhe ky Piro Misha janë me origjinë vllae, me sa di unë, dhe nuk e di, ndoshta është rastësia, po këta janë vendosur ja lën njëri tjetrin poshtë, edhe Persida ishte me origjinë vllae, ja lën njëri tjetrin. Edhe Persida ishte vllae, Po. Por duhet të them që ne kemi edhe kryeministrin vlla dhe duket si një komplot i madh i këtyre vlleve që po bëjnë për të kontrolluar gjithë kulturën shqiptare. Kryeministri tani vonë e ka marrë vesh që vllahet nuk ishin gjë tjetër veç se i lirë të vendosur në këto zonën Via Egnatia që ngritën këto qyteza dhe nga që kryenin tregti me këto ushitnin këtyre legjioneve që kalonin, atëherë ata u bën dëgjuesh, po vllahet në të vërtet janë i lirë dhe s'kan, por ja kanë qenë dëgjuesh për shkak të tregtisë. Dhe këte i kemi në shkrimet romake, në gjitha këto që janë këto kronikanat romake. Vllahet janë në Thrakas. Dhe janë i lirë, jo, Thrakas është tjetër, nuk janë Thrakas, janë i lirë vendali, po që nga që për shembull kanë kryer marrëdhënie tregtare dhe marrëdhënie juridike me legjionet që kalonin, i prisnin, flinin aty, u jepnin ushqim, ishin detyruar të mësonin një lloj latinishte. Mirë, po vllet janë ndahen në dy pjesë, në nomadë dhe në këta që janë armunët nomad, që lëviz, armunët po janë të ardhur nga Thrakët, sepse ata lëviznin me tufadelesh, kurse vllahet janë nuk janë e njëjta gjë. Jo, s'janë e njëjta gjë. Arumunët kanë qenë barinj, çobenër, kurse vllet janë popullsi, për shembull vlla ka qenë edhe Naum Veçirhaçi dhe Konstantin Kristoforidi, të cilët nga që kishin lexuar autorët romak e kuptuan që ishin i lirë dhe luftuan për gjuhën shqipe, janë kontributit më të mëdhenj për alfabetin e gjuhën shqipe, sepse ata ishin të lexuar, e dinin historinë, ishin të ndriçuar dhe dinin që vllet janë i lirë, janë vendali, ishin aristokraci i lire që komunikonin me romakët. Kanë dhënë kontribut të madh. Ata jo kontribut të madh, ata luftuan me forcë shumë të madhe për shtetin shqiptar dhe duhet u heqim kapelen. Është njësoj si iluminimi i zonës Devollit, Dritëra Golli për shembull e iluminoi Devollin, se u thanë Gjoni tha këtu. Tha, kur ka ardhur Bullgaria, ju keni mësuar gjuhën bullgare si gjuhë dytë. Mos pretendoni tha që jeni bullgar, tha, ne jemi i lirë, jemi i lindon, tha, jemi vendali këtu, tha, ne jemi djepi i civilizimit. Po, Dritëra Golli ishte njeri i zgjuar, i civilizuar, pavarësisht se që komunist. Ai nuk e dia ka qenë Dritëra Golli komunist, se ishte vështirë ta futje Dritëra Gollin në ndonjë kamp komunist apo ballist, po ishte i zgjuar dhe u tregoi atyre devëllive që janë i lirë vëlla, janë shqiptare, njëjtën gjë bëri Stereospase. Pra ne kemi kështu, kurse
ky Eqerem Çapeu ndodh në një pozitë shumë të vështirë për arsye se duke pasur që vllai ishte ballist dhe ishte vrarë nga si prefekti Gjakovës, që vrarë dhe fejura e parë, edhe pastaj u martua me gocën e tezës në Çmie Hoxhës, ka qenë vështirësi të madhe. Eqerem Çapej ka qenë një vështirësi të jashtëzakonshme por ka qenë u tregua i zgjuar që nuk u pushkatua dhe nuk u dënua, por u përdor nga komunistët, u përdorën dhe shumë të tjerë nga komunistët për qëllimet e tyre dhe kështu gjuha shqipe u dëmtua pa mas. Për shembull, Albert, të pyesum pse nuk janë përkthyer në shqip këto veprat e Franz Bopit, e këtij albanologu të madh i cili ka bërë librin Gjuha shqipe në vitin 1854. Studiohet Franz Bopi në gjuhësinë shqiptare? I përmendet emrin. Jo, emri, tash vepra e vet, tjetë botuar. Vepra është përkthyer në Kosovë, fillimisht është përkthyer në mënyrë shumë dobët në Kosovë, ka pasur një përkthim tani në kohë të demokracisë nga dikush, nuk jam mbaj mend emrin, unë e kam lexuar në frëngjisht veprën e tij, se në gjermanisht s'mund ta lexoj sepse por duhet kemi parasysh aq interes kishte Bopi për gjuhën shqipe saqë nuk shkryti asnjë vepër për greqishten, siç thonë, megjithse Bopi si gjuhëtar si mbahet si akademist në Po ishte nxënës i Leibnizit ky. Kishte mbaruar shkollën franceze, ishte mik i ngushtë, i takonte gjuhësisë strukturaliste franceze dhe ishte mik i ngushtë i Michel Brealit, këtij që themeloi shkencën e semantikës. Bile Michel Breali ishte udhëheqësi i tij shkencor gjatë mbrojtjes temës diplomës në Paris. Ishte i shkollës franceze, shkoi në Gjermani dhe hyri studimeve. Por konstatoi që gjuha shqipe kishte një lidhje direkte me sanskritishten, atëherë tha që çudi tha, me greqishten tha nuk ka lidhje, po greqishtja ishte i gjuhë kishtare krijuar nga ky prifti Korrea në malin Atos dhe ishte një gjuhë artificiale. Në çfarë kohë? Për greqishtjen aktuale apo të vjetër? Aktuale. Po greqishtja aktuale ka marrë disa fraza nga greqishtja e vjetër, i ka futur aty në mënyrë artificiale dhe me këto fraza thonë që rrjedhim nga grekët e vjetër, por greqishtja vjetër nuk jepet në shkollat greke, qëllimisht nuk jepet, sepse dele vërteta nuk jepet as në shkollat shqiptare, sepse ndel që ka i lidhje shumë fort me Shqipen e sotme, do të thonë që ishte helenishtja vjetër, ajo që quhet greqishtja vjetër ishte një standardizimi i lirishtes, si që bo standardizimi 72-shit tek ne, ishte standardizuar në atë kohë dhe konsiderohet si standardizimi i parë në botë, do të thonë nga universitetet aty, dhe ka lidhje direkt me Shqipen, do të thonë ka 90-85% e gjuhës sot me Shqipe ka fjalë të njëjta me greqishtën e vjetër. Ato i thonë, ne i themi ar, ato i thonë arura. Po. Ndërsa në greqishtën e sotme është horafi, s'ka lidhje. Ne i themi për shembull janë shumë fjalë të tjera që kanë lidhje me Shqipen, do të thonë greqishtja vjetër është një shqipe standardizuar e modifikuar dhe këtë e konstaton shumë lehtë duke marrë fjalorin e vjetër të greqishtës dhe duke krahasuar me fjalorin e shqipes. Pse Akademia e Shkencave, për shembull, kam një pyetje të tillë, pse Akademia e Shkencave nuk e ka bërë një fjalor greqishtës vjetër me shqipen? Po del që është e njëjta gjuhë. Po. Vetëm se në kohë. Doja të pyesja Albert edhe për veprat e këtij Luiz Bonlovit. Greqia para grekëve dhe mbi gjuhën shqipe. Po. Pse nuk u përkthyen këto në janë përkthyer tani në kohë të demokracisë, mirë, po nuk flas në kohën e komunizmit. Po sepse në kohën e komunizmit ta binin në kundërshtim me teorinë. Kur ka jetuar Bonlovi? Kur i ka shkruar? Në fund të shekullit 19 dhe fillim të shekullit 20.
Bonlovi bile për të shkruar veprat e veta, krijoi miqësi me Dora Dristrian, me rilindasit shqiptar, Dimitër ku ka kërkoi marrën me... Dimitër, jo, me këtë Francesco Crispin, Po. me gjithë ta brezin e këtyre Kryeministri gjyqtarëve, italian, Llorin kryeministri i Derade. parë italian, Francesco Crispi, që ishte arbëresh. Jo, Giuseppe Crispi ishte vllai i Francesco Crispi. Po me Giuseppen. Me këtë Po krijoi ishin lidhje. vëllezër ata. Po Giuseppe Crispi ishte profesor i hebraishtës dhe greqishtës vjetër në Universitetin e Palermos, në Itali. Po Bonlovi me kë zuri miqësi, me Francescon apo me Giuseppen? Zuri me Giuseppen, me profesorin. Me Giuseppen, me vllain e kryeministit. Me profesor. Po ky Giuseppe Crispi ishte një njohës i shkëlqyer i hebraishtës dhe i greqishtës vjetër dhe i shqipes, dhe ky bëri atë librin sulla lingua albanese, që ishte mbi gjuhën shqipe, që ishte edhe, por ishte më para... Kush e bëri? Bonlovi? Giuseppja. Giuseppja, po dhe Bonlovi ka libër. E shkrui 1830-ën, e botoi në Palermo dhe ishte goxha revolucion. Po kjo është botuar në Shqip kjo e Giuseppes? Po është botuar, i kanë botuar njerëz dashamirës gjuhës shqipe, më pas ishte... Janë përkthimet mira cilësore? Po, tani janë përkthimet mira cilësore dhe këto, dhe më pas ishte ky ishte akademik i famshëm francez, gjyqtari i njohur ndërkombëtarisht, ky Louis Bonneau, dhe botoi 2 vepra të rëndësishme, voluminoze, që ishte e para ishte Greqia para Grekëve, që flet për epokën homerike, ku ilirët quhet Iliada dhe ka lidhje me Iliada. Iliria është hymni i ilirëve. Iliada është hymni i ilirëve. Dhe shkruajti këtë veprën shumë të rëndësishme, Greqia para Grekëve, para se të formoheshin me urdhër të Pisistratit të krijojë gjuha greke për arsye tregtare, filozofike dhe ushtarake, dhe pastaj shkruajti veprën direkt sur la langue albanese, që do thotë mbi gjuhën shqipe, ku e përshkroi gjuhën shqipe me të gjithë elementet e saj. Është një vepër e jashtëzakonshme që ka lënë Louis Bonneau. Por Louis Bonneau ishte shumë i rëndësishëm, por ilirologu më i rëndësishëm i gjitha kohërave konsiderohet Hans Krahe. Hans Krahe në fëmijërinë e tij pyeti Tiatin se nga vinte emri i tij, Hans Krahe, Hans edhe Krahe. Dhe pyeti Tiatin, dhe Jati ishte një lloj eruditi, ishte kështu, dhe ai tha që ne jemi teuton, vim nga Iliria, tha ai, fiset gjermanike vin nga Iliria, dhe emri i Hans vjen nga emri Han, djali i hënës, Hans, në dialektin grek, dhe Krahe vjen nga fjala krah e shqipes. Pra, ai tha që ne jemi ilir dhe jemi racë. Edhe ky që në fëmijëri u edukua me këtë frymën e origjinës teutone. Edhe kur u bë profesor, ky u mor me studimet ilire. Po shqiptarët ilirët kanë qenë, dhe në Bavari kanë qenë, është fisi i Norve. Dhe Hitlerin, kur e kam pyetur njerë në një bisedë, që ti pse nuk je, do me thënë, me sytë kaltër edhe me flok të bardha, Racariane, a i tha, unë jam tha me sy kafe, tha, sepse jam i lirë, tha. Dhe kjo është një diçka që nuk është prapur këtu në Shqipëri. Unë po përpishem t'i gjej këto artikujt dhe intervistat që ka dhenë Hitleri para se të bëheshe kancelar, dhe në gazetat e tyre partijake, dhe këto çështje të origjinës dhe opinionet e tij kulturore mbi gjuhën, dhe do t'i botoj një libër të veçantë, pasi kam botuar 2 librat e tij, Mein Kampfin dhe Testamenti politik, të cilin e ka lënë në ditët e fundit në bunker, siç quhet, për të cilin ka dhe shumë dyshime, por që është pranuar nga një rreth i gjerë njerëzish që janë
autentike, domethënë është autentik kjo vepër, testamenti i tij. Po Albert, Nëse këto janë çështje politike që unë jam në ju jeni në politologji dhe jeni në fushën tuaj, kurse unë jam i fushës gjuhësore dhe mbështetem vetëm në aspektin shkencor. Në aspektin shkencor, Hans Krahe është ilirologu më i madh, ka lënë mbi 3000 faqe publikime, ka deshifruar të gjitha shkrimet mesape, shkrimet venetike të Venecias, shkrimet japige, ka deshifruar shkrimet ardiane dhe ka deshifruar shumë shkrime dhe në dokumentat e tij ai vërteton që ilirët kanë qenë prezent kudo në Europë dhe kanë qenë, domethënë ai thotë tekstualisht që para se të fliste Europa, para se të fliste latinisht edhe greqisht, ka folur shqip, thot ai, ka folur ilirisht dhe e vërteton me veprën e tij Hidronomia e Europës që përshkruar në emrat e lumejve, të liqeneve, të deteve dhe shpjegon që të gjitha detet, gjithë lumejt dhe gjitha liqenet janë të emërtuara nga ilirët, që tregon një prezencë të ilirëve në gjithë Europën, dhe kjo vërtetohet edhe nga prezenca e gjenit EV13. Pra ilirët kanë kolonizuar Europën jo me pushtime kur kanë ardhur, kanë kolonizuar me civilizim, ngrinin kolonitë e tyre. Për shembull, kolonia e parë që ata kanë ngrit ka qenë Albanoi, pastaj nga Albanoi ka dalë Alba Lula në Rumani, që themi ne thrakët ishin të lidhur me ilirët, kemi Alba Longa ose para Roma në Itali, kemi Alba Gala në Francë, kemi Alba Gega, siç është quajtur Beogradi para se të kthej në slav, është quajtur Alba Gega, Beogradi. Dhe lidhej ka qenë koloni të Albanoit, të Tiranës sot me të këtyre. Pastaj kemi emra të tilla si pra emrat e qyteteve Albione në Angli e kudo, lidhen me Alba, domethënë me popullin e agimit, me popullin e parë. Pastaj kemi emrat për shembull kemi emrin Mat, që do të thotë burim, pastaj kemi Dalmatia, nuk lidhet fare me delet apo me dhit, si thotë Qerm Çabej, është Matja, Dalmatia, që është Dalmacia, është Ballmatia, që janë sipër Dalmacisë, dhe nga fjala ball kemi fjalën Balt dhe Baltik. Kemi Veg, Norvegja është në formën e vegjës, kemi Nord, është prap fjalë ilire, në orë, vjen nga në orë, paske është ora sipër në formë rrethi, diçka e tillë, nuk e di se si kanë bërë emrimet, por i kanë bërë emrime shumë të bukura. Nord, për shembull, që kanë vu ilirët, ka ngel term shkencor. Pastaj kemi Breton, nga Bri, që janë në Francë, kemi Britani, Britan, anash të gjithëve, sepse Britania është anash e Europës. Kemi gjitha emërtimet në Europë që i shpjegon Hans Krahe, i shpjegon me gjuhën shqipe. Dhe është e çuditshme se si vepra Hans Krahes, për shembull, nuk është dhënë në universitet, vepra e Louis von Lotz është dhënë në universitet, vepra e Talocit nuk është dhënë në universitet. Kush është ky fundi? Talocci është një akademik francez me origjinë hungareze, por që ka lënë Malte Brun, ka lënë shumë për gjuhën shqipe. Janë vepra voluminoze që grekët nuk i kanë për gjuhën e tyre, slavët nuk i kanë për gjuhën e tyre. Domethënë të gjithë gjuhëtarët e mëdhej kur kanë filluar për studimet e tyre gjuhësore, një vepër gjithmonë ja kanë kushtuar shqipes. Për shembull, një ndër antropologët më të mëdhenj të gjitha kohërave është Folmerayer. Po. Dhe ai thotë qartësisht, thotë, s'ka grek, thotë, ai është Shqipëria e re, thotë, Athina, Greqia, thotë, aty flitet gjithkund shqip. Edhe ka një dokument. Ka libra në shqip për të Folmerayerit?
Nuk është dhënë në gjuhën, nuk është dhënë. Këtë e ka përkthyer në fakt Petrozhej, nuk e di se kush e ka përkthyer. Duket se Petrozhej është botuar në 2 kopje, të cilat i ka marrë Enver Hoxha dhe i ka lexuar në mënyrë personale, edhe kur nuk është shpërndal libri i Falmerajerit për publikun, sepse e hedh në erë gjithë teoritë e ekzistencës Greqisë. Por ka një libër që është shumë interesant. Është libri i Napoleon Bonapartit, formula e betimit Napoleon Bonapartit se perëndor. Edhe më çuditshmja është aty Napoleon Bonaparti betohet në këtë gjuhë. Thot në gjuhën greke, në gjuhën epirote, që është gegnishtja, versioni gegnishtës, gjuhën epirote, dhe në gjuhën arbëreshe, të Italisë. Ai thot në gjuhën sikule, Sikule sepse i fisi i lirëve sikulëve të Sicilisë ka jetuar në Sicili dhe ai e quan gjuha sikule. Interesante është se kjo gjuha që quhet gjuhë greke, në fakt është shqipja arvanite, sepse në atë kohë greqishtja që futi sot kisha nuk ekzistonte. Pra Napoleon Bonaparti u betuar në gjuhën greke, po që ishte me fjalë shqipe. Që vërteton që në kohët Napoleon Bonapartit greqishtja sotme nuk ekzistonte si gjuhë. Pra ky është një dokument që tregon për falsifikimin e jashtëzakonshëm që është bërë historisë gjuhës. Edhe ky libër është në bibliotekën franceze, nuk zhduket. Por më tepër Libreria e Kongresit Amerikan i ka marrë gjithë librat e gjuhës shqipe dhe i ka futur në pasuritë e njerëzimit, i ka futur në Librerinë e Kongresit Amerikan, janë shtypur nga Kessinger Legacy Printer. Për shembull, çfarë mund gjesh në Librerinë e Kongresit Amerikan? Amerikanët i qëndrojnë së vërtetës, prandaj janë superfuqi dhe të zhvilluara. Aty gjendet gramatika e gjuhës shqipe e Pashkovasës. Gjendet vepra gjuhësore e Jeronim Deratës. Duhet dish që Jeronim Derata para se të ishte është një poet i jashtëzakonshëm, i jashtëzakonshëm, por para se të ishte poet ka qenë ndër gjuhëtarët më të mëdhenj të epokës së tij. Dhe ka një vepër gjuhësore që kur nuk na është dhënë ne ta studiojmë në Fakultetin e Gjuhëletërsisë. Poet kombëtar Jeronim Derata bashkë me është poet kombëtar, është gjuhëtar shumë i madh, ka organizuar Naimin dhe me Fishtën. Po, është jashtëzakonshëm në gjuhësi. Vepra gjuhësore Gjergj Fishtës. Gjergj Fisha ju morën eshtrat nga slavët, nga komunistët dhe ju hodhën në lum. Po di që Gjergj Fishta ka vepër gjuhësore të jashtëzakonshme që ne nuk e njohim? Është një nga gjuhëtarët më të fuqishëm që kanë nxjerrë kombi shqiptar. Edhe ne na janë imponuar disa gjuhëtar të cilët kanë kopjuar veprën e këtyre, kanë marrë çka kanë marrë dhe kanë shitur si vepër të tyre. Për shembull, unë kur kam studiuar gjuhësinë stilistike këtu në Perëndim, në akademi, unë kam mësuar që ne në Shqipëri bëj plagjiaturë pa parë, sepse stilistikën gjuhësore ne duhet kishim mësuar stilistikën gjuhësore të Charles Balit, të Universitetit Gjenevës, ka qenë mik i ngushtë i Ferdinand de Saussuret. Ai ka bërë stilistikë gjuhësore. Ai është themeluesi i stilistikës gjuhësore. Po ne kemi bërë stilistikë gjuhësore të manipuluar. Ne kemi bërë histori gjuhësore të manipuluar. Ne nuk na janë thënë që për gjuhën shqipe ka mbi 2000 libra të shkruar, nuk i ka greqishtja, për greqishtën e vjetër nuk ka as libra sa ka shqipja sotme për shqipen, sepse cila ishte arsyeja që Leibnizi e shpalli shkencën e albanologjisë, brenda shkencës gjuhësisë, shpalli shkencën e albanologjisë, sepse kishte vetëm tre gjuhë në shkencë më vete: egjiptologjia, sumerologjia dhe albanologjia. Pse nuk ka rusologji, nuk ka italologji, nuk ka latinologji, nuk ka grekologji, ka albanologji, sepse aq e rëndësishme është gjuha shqipe sa që duhet një shkencë e posaçme që ta studioje. Po.
Dhe gjithë të veprat, Louis von Lloyd, Hans Krahes, të Leibnizit, opera filozofike e Leibnizit ne nuk e kemi bërë në shkollë. Aty ai thot që unë nuk gëzova shumë, thot që mora fjalorin epirotik dhe thot jep fjalët e para, po ai ngatrohet diku në një vend se ky që kishte bërë fjalorin e Neandertaniem është një frazë. Edhe ne në nderin tënd jemi, ai e merr si një fjalë, aty hyn, ai e merr si një fjalë, po aty hyn janë dy fjalë brenda. Por aty kemi të dhëna dhe ky merr për shembull fjalë të tilla si për shembull fjala për shembull hund e gjermanisht thot vjen nga hundë shqipe se qeni ka veti të gjurmoj atë kafshën me anë të hundës e u quajt hund, ndërkohë që në anglisht u quajt dog sepse qenin ti e do, e ke kafshë shtëpie dhe anglezët nuk rrin pa qen, e quajtën dog nga folja e shqipes do, dua. Pra ai futi për herë të parë metodologjinë e krahasimit, edhe ai hodhi idenë, tha, dëgjoni tha këtu, gjuha shqipe ka krijuar gjitha gjuhët europiane. Pse nuk na janë dhënë këto teori? Sepse shkolla jonë ka qenë shumë e manipuluar. Le të na jepshin edhe teoritë lindore, po janë teoritë lindore të shkollës lindore, janë teori mashtruese dhe janë shumë miniskyle, janë cinike në raport me gjuhën shqipe. Edhe më e keqja është se edhe sot e kësaj dite vazhdohet që në universitetet shqiptare dhe në fakultetet e letërsisë dhe gjuhës në emër të balancës dhe fqinësisë mirë vazhdon të jepen gënjeshtra, vazhdon të populli shqiptar gënjehet pafund, studentët shqiptar gënjehen pafund. Pra nevojitet një reformë rrënjësore në akademi, në shkolla, në sistemin spaku të jepen të gjitha teoritë alternative dhe teoritë e vërteta duhet të jepen në shkolla në mënyrë që shqiptarët mësojnë të vërtetën. Ne nuk themi që kemi krijuar botën, por ne jemi popull që kemi dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në kulturën europiane dhe në kulturën botërore. Edhe këtë e vërteton gjuha shqipe, dhe po e thojnë edhe këta tujt, po e thojnë tujt se unë për shembull studimet i kam marrë nga tujt, nuk është se i kam shpikur vet. Po e thot. Mirë Albert, ishte kënaqësi që ndave me publikun dhe me mua një kam të gjerë informacioni. Sot ka shumë njerëz që shqiptar që janë adhetar dhe janë patriot të këtij vendi që e shikojnë me dyshim këtë lloj qasje që ju po i ofroni publikut duke sjell një teori alternative që për mua është e vërtetë. Nuk është alternative, është e vërtetë. Është teori shkencore dominuese në shkollën perëndimore. Po, jo, thash që për ta duket sikur është e tillë dhe kanë ende një skepticizëm, por nga rrafja e mendimeve dhe nga debati midis përfaqësuesve të tyre, midis përfaqësuesve të shkollës së vjetër që mbështeten ke lindja dhe juve që përpiqeni të sillni dhe të zbuloni, të fshini plurin që është hedhur në shekullin e 20 kryesisht në gjysmën e dytë nga sistemi komunist për t'i treguar shqiptarve historinë dhe të vërtetat e fshehura të gjuhës shqipe. Të falenderoj për bisedën, sigurisht kjo nuk është e fundit, ne do të vazhdojmë her pas here të komunikojmë me publikun në lidhje me këtë temë. Ju falenderoj Albert dhe njerë natën e mirë dhe miru pafshim, miru dëgjofshim në emisionin e radhës. Miru pafshim dhe ju uroj suksese si podcast. Faleminderit të nderuar shikues, edhe njerë ju kujtoj që në qoftë se ende keni haruar ta shtypni pa mundim, vetëm të ngrini që gishtin kështu, një çik aty ku thot subscribe ose abonohu në qoftë se është në shqip, kliko aty dhe nuk ka nevojë të na ndjekësh se të ndjekim ne dhe me notification. Kur vjen emisioni të njofton, edhe kur je në gjumë, edhe kur je duke bërë bisedë, të del këtu, të thot, podcasti Okult ka hedhur diçka të vlefshme për ty. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim.